Edhe ndoshta disa porte tjera që lidhen direkt me transportin ose përpunimin e hidrokarburëve. Megjithatë, edhe në këtë këndvështrim, vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është se janë edhe shumë të në emergjencë për të ndërhyrë edhe për ta bërë këtë, sepse vetë ekonomikisht, pavarësisht kostove të luftës, ekonomikisht vazhdon që tjetë America first, siç thot Donald Trump, kështu që ajo në një formë ose tjetër ka kosto, por ka edhe përfitimet. Pavarësisht se ka shumë pretendime edhe shumë teori tjera që bëhen zakonisht këto, unë përpiqem që mos të futem shumë edhe të përfshihem shumë tek detajet edhe tek kostot e çdo aksioni ushtarak, sepse në qoftë se do fokusohemi vetëm aty, ne do ta shohim qoftë njërin palë ose qoftë tjetrën, në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do ta shohim vetëm sikur po humbet edhe ku po shkojnë këto miliona dhe miliarda, ndërkohë që duhet vendosim në një shtyllë tjetër edhe të bëjmë analizë edhe se sa ka përfituar në tregjen ndërkombëtare. Qartë. Por, Bler, ajo që është më e rëndësishme, mbetet këtu edhe mbështetja e pakushtëzuar financiare dhe ushtarake pra e Shubaz për Izraelin, të cilat sigurisht shpesh ngrejnë edhe pikpyetje të mëdha. Pra, ka arritur influenca e lobit pro-izraelit në Washington një nivel ndoshta që dikton tashmë politikën e jashtme amerikane, apo interesat e tyre, le të themi, janë thjesht të pandalshme në këtë rajon? Të falenderoj shumë për këtë pyetje, sepse tu sillet shpesh herë debati tek kjo pikë. Unë për ta rrëzuar këtë pretendim, do thoja që do kthehesha mbrapa në vite, do kthehesha 10 vite mbrapa, në vitet 2016-2017, kur pati një genocid të jashtëzakonshëm, ndoshta edhe më të tmerrshëm se sa në Gaza, në Myanmar. Edhe aty vetë Organizata e Kombeve të Bashkuara ka deklaruar 17.000 viktima, ndër ta dhe fëmijë, ndërkohë që ka edhe organizata tjera që i vinë në ndihmë OKB-s, të cilët deklarojnë që mund të jenë shumë më shumë se aq. Ndërkohë që janë edhe 700-800.000 të dëbuar nga Myanmari, vetëm sepse i përkisnin një doktrinë fetare edhe nacionale të parafort me Bangladeshin edhe i larguan nga ky vend. Atëherë çfarë do të thonim? Do të thonim që Myanmari kushtozon edhe është lobi i fuqishëm brenda Rusisë dhe Kinës që vendosen vetëm. Ne mjafton të marrim këtë rast edhe këtë shembull për të kuptuar se si funksionon lufta. Kështu që edhe pretendimet që Izraeli që dëgjojmë shpesh që Izraeli dhe lobi i tyre, po dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë, më fal për shprehjen, po është shumë karagjoze për mendimin tim. Është vërtet që kanë ndikim financiar, duhet pranuar kjo, janë dhëna edhe statistika zyrtare që është një lob që ka buxhet, financon shumë. Pra asnjë president i Shteteve Bashkuara të Amerikës nuk do të interesonte që të bëjë armiqësor ose ta kishte kundër vetes, sepse aq më tepër jemi shumë shpejt në zgjedhje në Shtetet Bashkuara të Amerikës për kongresin edhe paratë lobeve të atyre dhe jo të atyre, të çdo kujt ju interesojnë. Plus që ka edhe një diçka tjetër që shpesh ose të paktën kohët e fundit nuk e kam dëgjuar që të ceket, është që nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës më herët financonin në thonjza pa kushte tek Izraeli, u bë që nga viti 2021 që duhet shkojë deri në 2028 një marrëveshje ku 100% e financimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Izraelin duhet të rikthehen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë duhet të them? Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin një financim për Izraelin, atëherë Izraeli të gjithë atë financim që ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta marrin prodhim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse financon për shembull për armatime në Izrael, Izraeli duhet që këtë krapune dhe këtë forcë dhe këtë para që e ka dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta marrë përsëri në fabrikat edhe në për uzinat e Amerikës. Kështu që
është fakt që ata lobojnë, kanë pushtet ekonomik, por e tillë është gjeopolitika në botë. Nuk mund të flasim vetëm për teori konspirative, edhe deri aty sa dëgjojmë shpesh edhe slogane Izraeli first. Ndërkohë që unë, pavarësisht se në disa gjëra tek presidenca e Trump nuk pajtohem në çdo gjë, por siç e kam thënë edhe herë tjera nëpër intervista tek ju, unë mendoj që në një farë mënyre Donald Trump po arrin të realizojë pak a shumë ato çfarë ka thënë. Jo çdo gjë me detaj, por duket sikur i ka vënë fokusin Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe sigur edhe aleatët e vet i ka vënë para përgjegjësisë së marrjes së disa aksioneve. Kështu që ata aleatët qoftë në Europë, qoftë në Azi, nuk po bëjnë edhe aq sa duhet. Përpiqet t'i bëjë drejt për drejt Amerika me ato kalkulimet e veta. Sa e vërtet është ai le të themi fraza ku Washingtoni nuk lëviz dot bler pra pa miratimin e Izraelit, a është kjo për shkak të fuqisë së lobimit atje? Po pra, si thash, ka lobim të fuqishëm, por ka edhe një diçka tjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë e përdorin Izraelin si një trampolin, edhe domethënë është një përfitim i jashtëzakonshëm Izraeli për Amerikën aty, sepse ka investuar në gjithë këto vite për Izraelin, jo vetëm për shkak të lobimit, por edhe për shkak të faktit që e përdor Izraelin si një ndash anije mbajtëse, ndash si një pikë testimi, ndash si një influencë ekonomike në lindjen e mesme. Domethënë, përfitimi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë më i madh se sa për Izraelin dhe për ata qytetarë që shkojnë edhe futen brenda Izraelit edhe janë nën presionin edhe nën rrezikun e vazhdueshëm të një lufte, kështu. Unë mendoj përfitim 100% Shteteve Bashkuara të Amerikës, pavarësisht teorive konspirative që thuhen, por unë mendoj si një biznes të ftohtë për Shtetet Bashkuara të Amerikës. I intereson në këtë moment, qoftë ushtarakisht, qoftë si anije mbajtëse, si hapësirë ajrore ku mund testoj edhe raketat edhe sistemin e vet të mjeteve fluturuese. Edhe në luftën e 63-shit kundër vendeve arabe, atë nuk e fitoi Izraeli, atë e fituan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që thjesht i doli me sukses. Edhe me qenë se i doli me sukses, atëherë intereson që të vazhdojë edhe të investojë në atë zonë. Ajo nëpërmjet Izraelit arrin Iranin, arrin vende tjera të gjirit përsik, kështu që unë nuk e mendoj ashtu siç e mendon një pjesë goxha e konsiderueshme. Se i përket të gjithë konflikti blerë dhe kësaj krize tashmë në linjën e mesme, kush mendon se do ta paguajë faturën e vërtet të kësaj përplasje? Pra do të jenë vetë fuqitë e mëdha apo do të jenë qytetarët e zakonshëm mbas këtyre krizave? Faturën kryesore e paguajnë qytetarët e njerëzit e zakonshëm, jo vetëm në këto vende që janë përfshirë në konflikt, po edhe nëpër botë. Por do ta paguajë një faturë goxha të konsiderueshme, mendoj unë, edhe Izraeli edhe Irani në këtë luftë. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se janë përfshirë në luftë, mua më duken si një albitër i domosdoshëm. Edhe unë e shoh si një përfitim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse do t'i vendosi disa pika mbi i, ajo nuk tërhiqet kot, domethënë. Pavarësisht edhe historiku që shpesh herë përmendëm Afganistanin ose Irakun, në afatgjat Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë